Prej 6 javësh na keni premtuar se do e zbuloni vetë kontratën e nënshkruar me konsulentin amerikan Chris Lacivita. Pse nuk po e zbuloni ende kontratën me konsulentin? I nderuar, unë natyrisht nuk bëj Edi Ramën që flet me vete, që shpik edhe fansat dhe i bën pyetje vetes duke mashtruar publikun se mora këtë pyetje nga ajo apo ajo, ndonjë kohë kur ato pyetje nxjerr nga tefteret e veta. Kështu që unë nuk kam si të mos përgjigjem pyetjes tuaj. Ndonë se preferoja shumë që kjo pyetje ose pyetjet tuaja të përqendroheshin për problemet e mëdha të shtetësisë sonë dhe programin që ne paraqesim sot këtu. Sepse siç e konstatoni, në krahun tjetër Edi Rama ka mashtruar aq shumë sa që me ngjet me njeriu që është stërngopur me mashtrimet e tij dhe tani nuk ka guxim të nxjerr mashtrime tjera dhe merret nga mjezi deri në darkë, shndrohet në një banor të parkut zoologjik të avertebrorëve, zhabave, zhapive, të reptilve, e tjerë, dhe nuk flet një fjalë për përgjegjësitë që ka para qytetarëve, qoftë në ato që ka bërë, qoftë në ato që do bëj. Po unë nuk jam ai. Unë do të përgjigjem. Ju garantoj se ajo kontratë, me të gjitha burimet se ku është marrë çdo qindark, do të bëhet publike ditën që të përmbushet detyrimi ligjor i dorëzimit të saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, siç na detyron ligji. Kjo është përgjigjja ime për te.